Islam Dika, njëri nga të mbijetuarit e tragjedisë ajrore që ndodhi në Shkup, ka rreth 23 vjet që kërkon drejtësi. Këshilli i prokurorëve akuzon prokuroren speciale Kati Sajaneva se ka shkarkuar 2 prokurorë, ndërsa Janeva thot se për momentin nuk i nevojiten. Eurokomisari Johannes Hahn ka thënë se nuk ka shumë rëndësi se kush merr pjesë në zgjedhje, rëndësishme është që ato të jenë demokratike, lësë dhe më thekson se nuk ka zgjedhje demokratike pa kushte të barabarta. Analistët politik vlerësojnë se politikanët shqiptar që mbajnë pozitat për dekada të tëra bartin trashëgimin e epokës komuniste. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish kësaj radhe me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Televizioni Shenja sjell historinë e Islam Dikës, njërit prej të mbijetuarve në tragjedinë ajrore të vitit 1993. Veç traumave të përjetuara nga avioni, ai ka 23 vjet që kërkon drejtësi, por atë jo vetëm që nuk ja mundsojnë, por ja pengojnë gjykatat e Maqedonisë. Dika jep shpërblim prej 100.000 deri në 500.000 franga për atë që do ta ndihmonte ta gjejë drejtësinë në mënyrë ligjore. Fatkeqësi, rrezik për jetën dhe 23 vite zvarritje në gjykatat e Maqedonisë për të kërkuar drejtësinë. Kjo është historia e Islam Dikës nga fshati Livadhi i Strugës, i cili është njëri nga 11 të mbijetuarit e rënjes së aeroplanit në aeroportin e Shkupit në vitin 1993, i cili mori jetët e 89 udhëtarëve tjerë. Si mërgjimtar në Zvicër, Islam Dika më 5 mars të vitit 93, duke u kthyer për në shtëpi, përjetoi tmerrin e rënjes dhe shpërthimit të aeroplanit dhe më pas qëndroi 6 ditë në gjendje kome në spitalin ushtarak në Shkup. Por siç tregon Islami për televizionin Shenja, pas daljes nga koma, u ballafaqua me plot sfida dhe probleme. Pasi ka mbetur i paaft për punë, zvarritet më shumë se 2 dekada në gjykatat e Maqedonisë për të siguruar të drejtën e pensionit nga kompania angleze që ka siguruar aeroplanin. Islami sqaron se edhe pse kompania angleze e sigurimeve Lloyd ka pranuar që të merren vesh, avokatët në Maqedoni dhe gjykatat vazhdimisht e zvarrisin procesin, gjë që lë dyshime se janë të korruptuara për këtë rast. Pasi shkoi padia në Londër, ata u lajmëruan nëpërmjet të telefonit që thanë që sigurimi është dakord të paguajë argjimet që janë të domosdoshme të paguajnë nga sigurimi, për shkak se ata e bën damin. Pasi ata përfaqësuan advokatët e vetë, zyrën e advokatëve Polenak nga Shkupi, u bë një dallavere që doli gjykata e korruptuar në këtë mënyrë. Se në vend të vendosë gjykata, këta dalin gjykata dhe në mbrojtëse e kompanisë. Kurse ata janë të gatshëm të pagojnë, ta thonë mos paguatës. Islam Dika akuzon avokatët e lartë përmendur se në seancat gjyqësore janë paraqitur pa autorizim, ndërsa përfaqësuesit e gjykatave në Shkup se kanë intervenuar në gjykatën e Strugës që mos i japin këtij rasti as epilog pozitiv e as negativ. Derisa edhe gjykatësia e ka përmendur që është prej Shkupi është kjo. Sa nuk e ka treguar edhe emrin kush. Po, demek prej Shkupi ka intervenime prej Shkupi edhe smundemi neve dhe e solli vendimin as pozitiv as negativ. Islami thot se është ankuar edhe në gjykatën e apelit, por tash sa muaj ende nuk është hapur as numër lënde. Ai dyshon se edhe në këtë gjykatë bëhen zvarritje derisa ta gjejnë gjykatësin që do e rrezonte ankesën e tij. Ai nuk ka gjetur mbështetje as edhe nga avokati i popullit dhe partitë shqiptare. Unë jam drejtuar edhe te advokati i popullit, ku advokati i popullit s'ka marrë asnjë ingerencë. Jam drejtuar Ministrisë të Drejtësisë, ku ministri është shqiptar, s'u lën termin. Nga dëshprimi i madh i mosgjetjes së drejtësisë dhe shtypjes nga institucionet e vendit, Islami apelon për ndihmë të cilën është i gatshëm ta paguajë me shuma të mëdha. Kush mundet të intervenojë në mënyrë të ligjshme që mua më ndihmoje, unë do të jap shpërblim prej 100.000 deri në 500.000 franga zvicrane, sipas marrëveshjes që do të kryhet nga ne. Dika nuk e ka në plan të dorëzohet derisa të gjejë drejtësinë, pasi siç thekson ai, e ka të gjithë dokumentacionin e duhur që ja garanton atij pensionin nga kompania angleze e sigurimeve Lloyd dhe nuk do të lejojë që gjykatat e korruptuara në vend t'i mohojnë të drejtat e tij.
Në një zhvillim tjetër në sistemin gjyqësor, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Petar Anevski ka deklaruar se prokuroria speciale Katisa Janeva ka shkarkuar 2 prej prokurorëve special, ndërsa ka ironizuar duke theksuar se ky ishte vendim absurd për shkak se Janeva fillimisht kërkonte sa më shumë prokuror. Këshilli i Prokurorëve tashmë ka formuar një komision për shqyrtimin e shkarkimit të prokurorëve, ndërsa prokuroria speciale thekson se prokurorët që janë shkarkuar kanë qenë më të nevojshëm në prokuroritë prej nga vinë. Katisa Janeva ka shkarkuar 2 prokuror nga ekipi i saj me arsyetimin se janë tepric. Këtë e kumtoi Këshilli i Prokurorëve Publik pas mbledhjes së thirrur për analizimin e pranim dorëzimit të bombave. И сега вероятно вие сите ќе слушните и ќе се чудо не видите, бидејќи јавниот обвинител Катица Јанева отстрани 2 јавни обвинители, може и тоа го знаете, на еден начин без никакво решение или без никаква постапка, едноставно ги отстрани кажувајќи им дека не се дел од тимот. Të larguar nga specialja janë Leila Kadriu dhe Maria Gjorgjevska. Kreu i Këshillit Anevski ironizoi me vendimin e Janevës që sipas tij në fillim insistonte në votimin e të gjithë prokurorëve që i ka propozuar, ndërsa tani vlerëson se ka prokuror tepric. Дојдаа во мојата канцеларија, вознемирени. Ata erdhën pastaj tek unë në zyrë të shqetësuar për t'u ankuar për përjashtimin. Gjena erdhi përgjigje me shkrim nga prokuroria speciale se ata vetë kanë dashur të largohen dhe për shkak të rënjes së volumit të punës, Janeva ka vendosur që t'i largoj ato. Kjo gjë nuk mban ujë dhe nuk është në rregull. Ndërkohë e pyetur nga televizioni Shenja për këto vendime të Këshillit, prokuroria speciale Katisa Janeva tha se zyrtarisht ende nuk është thirrur nga Këshilli për të dhënë llogari, por konfirmoi shkarkimin e 2 prokurorëve me arsyetimin se për momentin nuk ka nevojë për më tepër prokuror. Kemi konstatuar se për t'u ballafaquar me volumin momental të punës na mjaftojnë 10 prokuror. Duke marrë parasysh se prokuroritë publike prej ku vijnë prokurorët në fjalë kanë mungesë kuadrosh, është propozuar që ato të rikthehen në prokuroritë prej ku janë zgjedhur. Ndërkohë, ende nuk kemi njoftim zyrtar për vendimet e Këshillit të Prokurorëve Publik. Këshilli i Prokurorëve njoftoi se tashmë ka formuar një komision për shqyrtimin e shkarkimit të prokurorëve. Në pyetjen e gazetarëve për mungesën e Janevës në mbledhje, kreu i Këshillit të Prokurorëve Petar Anevski tha se ajo do duhet të jetë prezente në mbledhjen e ardhshme, kur do të jep llogari edhe për pranim dorëzimin e bombave, nëse ka respektuar procedurat ligjore për të mbajtur proces verbal për gjithçka që ka pranuar nga partia opozitare, në formë të materialit që buron nga bisedat e përgjuara. Anevski nuk ishte i disponueshëm për t'u përgjigjur në më shumë se 3 pyetje të gazetarëve që ishin në një numër shumë të lartë, edhe pse kishte interes për të ditur nëse ky këshill ka dyshime edhe për shkelje të tjera procedurale e ligjore gjatë punës së speciales. Vazhdojmë më tej me zhvillimet politike nga vendi. Komisari Evropian për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerim Johannes Hahn ka deklaruar se për Bashkimin Evropian është vendimtare që zgjedhjet në Maqedoni të jenë të drejta, demokratike dhe transparente, ndërsa është më pak e rëndësishme nëse në ato zgjedhje do të marrin pjesë të gjitha partitë apo jo. Me rëndësi është procesi i zgjedhjeve të jetë i drejtë, transparent dhe demokratik dhe jo se sa parti do të marrin pjesë në ato zgjedhje. Kështu ka deklaruar komisari për Zgjerim dhe Fqinjësi të Mirë Johannes Hahn në një intervistë për gazetën bullgare Capital, duke shtuar se marrëveshja ndërmjet opozitës dhe partisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni ka shumë elemente, ndërsa zgjedhjet janë vetëm një prej tyre. Një pjesë e atyre elementeve janë plotësuara pse disa prej tyre pas afatit që janë parapar. Nuk kuptohet, në një situatë të tillë të ndihshme është mirë të ketë konsensus nacional. Ajo që është më rëndësi për ne është që zgjedhjet të jenë të drejta dhe demokratike. Punojmë me OSBE-n, edhe ata do të dërgojnë më tepër njerëz nga ajo që është e zakonshme, si në fazën përgatitore, ashtu edhe në ditën e votimeve. Për shembull, në Turqi në zgjedhjet e fundit kishte 30 mbikëqyrës të zgjedhjeve, ndërsa tani në Maqedoni, shtet shumë më i vogël nga Turqia, do të ketë 24 mbikëqyrës. Komisari Hahn ishte në Shkup ditë më parë, por dështoi në tentimet për t'i bindur partitë të pajtojnë rreth datës së zgjedhjeve. Pritet që Hahn sërish të vizitojë Shkupin në muajin shkurt me plan për ta bindur opozitën që të merr pjesë në zgjedhjet parlamentare të 24 prillit. LSDM ka reaguar pas kësaj deklarate të komisarit për Zgjerim Johannes Hahn. Sipas LSDM-s nuk mund të ketë zgjedhje kualitative pa mundësi të barabarta për të gjitha subjektet që marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe pa krijuar kushte që qytetarët të votojnë në mënyrë të lirë në zgjedhje.
Pa realizim të tërësishëm të marrëveshjes nuk ka kushte për zgjedhje të drejta dhe proces para zgjedhor dhe zgjedhje të drejta. Edhe vetë komisari pohon se një pjesë e obligimeve nuk janë plotësuar. Ato janë pikërisht kushtet që sigurojnë zgjedhje të drejta dhe demokratike. Listë zgjedhore pastruar, rekomandimi i OSBE Odihrit në vitin 2011, 2013 dhe 2014 dhe media të lira, sipas marrëveshjes së Përshinos, e planifikuar për në gusht, thuhet në njoftimin e LSDM-s. VMRO DPMN propozon që Radio Televizioni Maqedonisë 100 ditë para zgjedhjeve të ketë 2 kryeredaktorë, ndërsa Këshilli i Agjencisë për Media të numërojë 7 anëtar, 2 nga SHGM dhe 2 nga AMG-ja dhe nga 1 nga Ashami, Oda Avokatëve dhe universitetet. Ndërkohë, grupet e punës e anuluan takimin e sonshëm në cilin pra duhet të takohen që të shprehen për propozimin e partisë në pushtet. Grupet e punës sot nuk u takuan edhe pse ishte paralajmëruar që takimi me ndërmjetësuesin Pieter van Houte të mbahej pasdite. Sot përfaqësuesit e partive duhet të flasin për propozimin e VMRO DPMN-s, e cila e dorëzoi mbrëm për çështjet kontestuese, siç janë rregullimi i mediave dhe pastrimi i listës zgjedhore. Për këto propozime, antarët tjerë të grupeve të punës kanë kohë deri nesër që të konsultohen me partitë e tyre dhe të japin qëndrimet. Lidhur me reformat në sferën e mediave, VMRO DPMN propozon që të sillet ligj për reklamim qeveritar. Nga buxheti shtetëror për Radio Televizionin e Maqedonisë, në vend të 0.14% të ndahen 0.17%, ndërsa organizimi të bëhet sipas modelit të kombinuar sloven-belg-gjerman. Sa i përket financimit të RTV-s, VMRO dëshiron që të mbes mënyra e kombinuar, një pjesë nga buxheti dhe pjesa tjetër nga tatimi radiodifuziv. Për përfaqësimin e partive politike, VMRO DPMN propozon që ajo të bëhet në pajtueshmëri me rezultatet e arritura në zgjedhjet e fundit parlamentare, por pa saktuar se çka do të thotë kjo, ndërsa për përbërjen e RTV-s propozon që të jetë e njëjta, vetëm se të bëhet parim që 100 ditë para zgjedhjeve, programin informativ ta udhëheqin 2 redaktor, një nga pushteti dhe një nga opozita. Në lidhje me portalet, partia pushtetare kërkon që të regjistrohen si shoqëri tregtare ose të mos kenë trajtim si media. VMRO DPMN propozon që Këshilli i Agjencisë për Media të numërojë 7 antar, njëjtë sa ka dhe tani, nga 2 prej SHGM-s dhe AGM-s, ndërsa nga 1 prej Ashamit, Odës Avokatëve dhe universiteteve. Por nga LSDM-ja opozitare thonë se qëndrimi i tyre mbetet i njëjtë dhe në lidhje me mediat, për ta është i pranueshëm propozimi i ndërmjetësuesit belg Pieter van Houte. Në mbledhjen e sotshme të Këshillit Qendror Zgjedhor u miratua plani operativ për ndërmarrjen e aktiviteteve për kryerjen e kontrolleve në bazat e të dhënave të marra nga 10 institucione shtetërore. Në mbledhje u tha se Komisioni Shtetëror Zgjedhor pa punuar relativisht shpejt dhe gjithçka është në kufit dhe në kornizat të ligjit. Antarët e KSZ-s në seancën e sotme miratuan planin operativ për ndërmarrjen e aktiviteteve në funksion të kryerjes së kontrolleve me bazat e të dhënave të marra nga 10 institucione shtetërore. Implementimin e të njëjtave do ta realizojnë 3 IT kompani. Njëra ekip do të bashkon 2 ekipe nga vendi, ndërsa ekipi i dytë do të jetë nga jashtë. Bëhet fjalë për të dhënat të cilat do t'i marrim nga 10 institucionet shtetërore, me të cilat tani më kemi bërë kontakte dhe IT konsultantët tani kanë vizituar. Sekretari Gjeneral Dobre Jançev tha se për këtë operacion KSZ përkohësisht do të punsojë edhe 10 persona shtesë për kohë të pacaktuar deri në dhjetor të këtij viti. Shpallja është gati, njëjti është ndarë, propozoi që të merret vendim të detyrohet shërbimi që ta publikojë urgjentisht shpalljen, gjithashtu propozoi që në pajtueshmëri me regulativën ligjore për marrëdhënie pune të publikohen në 3 gazeta, edhe atë 2 në gjuhën maqedonëse dhe 1 në gjuhën shqipe, që të mundemi t'i përmbushim të gjitha rregullat ligjore. Ai tha se në këtë rast Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka punuar relativisht shpejt dhe gjithçka është në kufi dhe në kornizat e ligjit. Zyra e statistikave ka informuar KSZ-n se 6 njësitë zgjedhore numërojnë 1.806.444 votues, ndërkaq Ministria e Punëve të Brendshme posedon listë me 1.811.749 votues, që do të thotë se në këto 2 lista ka dallim për disa mijëra votues. Derisa janë aktuale përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme, analistët politik të kontaktuar nga televizioni i Shenja kanë komentuar dukurinë e politikanëve që kanë kaluar shumë cikle zgjedhore dhe kanë mbetur në pushtet për një kohë të gjatë. Sipas analistëve, këta politikanë bartin trashëgiminë e epokës komuniste. Analistët theksojnë se mungesa e rezultateve pozitive dhe pas udhëheqjes disa vjeçare të funksionarëve aktual të Bashkimit Demokratik për Integrim është arsyeja kryesore që ata të ikin sa më shpejt që të jetë mundur nga pushteti.
Funksionarët aktual shqiptar të cilët qëndrojnë në pozitat e tyre për më shumë se një dekadë, duke ndryshuar vetëm pozicionet, analistët politik i krahasojnë me zyrtarët shqiptar në periudhën e komunizmit. Analisti Xhabir Ahmeti thot se me këtë mënyrë është të vazhduar tradita e ish Jugosllavisë, e cila nëse nuk ndryshohet do të dëmtojë ardhmërinë e qytetarëve dhe veçanërisht brezave të rinj. Këtë përvojë kemi pasur në kohë të ish Jugosllavisë dhe ajo nuk ka qenë fare frytdhënëse. Duhet vetëdijsohen ata që kanë qenë dhe rrinë mbi 10 vjet në politikë pa rezultate, duhet të alëshën vendin brezit të ri. Ne praktikisht rinin e kemi jashtë ecurive shoqërore edhe politike, dhe kjo është dëm për të tashmen dhe për të ardhmen. Sipas analistit Mersel Bilali, mungesa e rezultateve pozitive dhe pas udhëheqjes disa vjeçare të funksionarëve aktual të BDI-s është arsyeja kryesore që ata të ikin sa më shpejt të jetë mundur. Bilali thot se pikërisht ministrat e përjetshëm janë fajtor për eksodin e madh të rinjëve, të cilët shpëtimin e kërkojnë jashtë vendit. Mund kemi një kirurg pra të famshëm, apo një profesor, apo një inxhinier i cili gjithë karrierës pra vetëm që begaton përvojë dhe mund të jetë shumë më i suksesshëm. Por problemi këtu i mungesës së rezultateve elementare. Për vetëm një dhamë për 33 pra kompanive cilët kanë investuar me lobimin e qeverisë, të gjitha janë në maqedonin lindore, pra zero kemi në maqedonin perëndimore. Dhe shumë segmente tjera, pra nuk flasim për ndrimin e mandateve apo zgjatjetive, por realisht për një dështim pra historike, e cila shënohet si e tillë edhe në histori. Dje televizioni Shenja publikoi biografinë e disave nga zyrtarët e shumë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët mbi nga 12-13 vite kanë mbajtur pozita të larta. Listën e kryesojnë Teuta Arifi, e cila kishte provuar edhe pushtetin ligjvënës, edhe atë ekzekutiv dhe atë lokal, Fatmir Besimi, Musa Xhaferi dhe të tjerë të cilët kanë kaluar edhe nga 2 apo 3 resore ministrore. Përveç politikës, edhe sektori ekonomik dhe social në vend vazhdon të ketë probleme dhe çështje të diskutueshme. Në Maqedoninë me 2 milion banor janë paguar plot 40 milion euro gjoba. Ekspertët thonë se dënimet dhe gjobat janë dhe duhet të mbesin masa me karakter edukativ e jo si burim për mbushjen e buxhetit. Rreth 40 milion euro gjoba duhet të paguajnë 2 milion banorë të Maqedonisë në vitin 2016, gjë që përsëritet tani më disa vite me radhë. Ekspertët thonë se dënimet dhe gjobat janë dhe duhet të mbesin masa me karakter edukativ, e jo si burim për mbushjen e buxhetit. Fatmir Bytyqi dhe Ali Maksuti shprehen se nuk është një gjë e zakonshme që politikat e qeverisë të bazohen në masa restriktive. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Fatmir Bytyqi, thotë se çdo qeveri ka një pjesë që është represive, sepse dhe komuniteti i biznesit shpesh herë të harrojë obligimet ligjore, por paralajmëron për keqpërdorimet e mundshme të kësaj politike nga ana e qeverisë. Historikisht duhet të themi se buxheti në 5 vitet e fundit një pjesë të rëndësishme e ka nga mbushja nga gjobat të cilat i vjen komuniteti i biznesit. Dhe neve na brengos jo që kjo kategori buxhetore, që gjithmonë ka qenë. Neve na brengos, sepse kjo kategori buxhetore gjithmonë ka qenë në rritje në fazat parasgjedhore. Ndërkohë, eksperti ekonomik Ali Maksuti thekson se gjobitja e bizneseve dhe qytetarëve është masa më e rrezikshme që mund të shfrytëzojë pushteti për mbushjen e buxhetit. Në çdo shtet janë edhe këtu, domethënë duhet të jenë gjobat për të rregulluar sistemin ligjor të shtetit. Por këtu nuk është esenca për të rregulluar sistemin ligjor të shtetit nëpërmjet gjobave, por për të mbushur buxhetin. Tash qeveria do mundohet mos ta bëjë në atë formë që e bënte para disa viteve, që formën e gjobave i mblidhte domethënë në formën më të rrezikshme, shkonte edhe duke shfrytzuar edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke hyrë nëpër lokalet e bizneset e sidomos Maqedoninë Perëndimore. Ekspertët theksojnë se në relacion me komunitetin e biznesit, qeveria duhet të zhvillojë partneritet i cili do të duajë të sjellë zhvillim ekonomik. Por gjobitja pa masa paraprake edukative zvoglon mundësinë e një partneriteti të këtillë. Në buxhetin e këtij viti janë planifikuar të ardhura prej mbi 38.3 milion euro nga gjobat dhe taksat administrative, gjë që është një rritje prej 10 milion denarëve në krahasim me buxhetin paraprak.
Edhe këtë vit janë përsëritur gabimet e mëhershme gjatë testimit ekstern. Nxënësit e pyetur nga televizioni Shenja kanë deklaruar se në teste kishte gabime drejtshkrimore dhe pyetje të cilat nuk përfshiheshin në materialet që i kishin mësuar. Në testimin ekstern janë përfshirë gjithsej 19.931 nxënës. Gabime në pyetje si dhe gabime gjysore kanë qenë të pranishme dhe gjatë testimit të fundit ekstern. Nxënësit të cilët ju nënshtruan testimet u shprehen se në teste kishte gabime drejtshkrimore si dhe pyetje të jashtë materialit të cilët nxënësit e kanë mësuar. Testimi ekstern përgjithësi ishte mirë po përjashtim disa gabimeve që po ndodhin më zakonisht që 3 vite radhazi. Kisha lutë deri te ato që i përpilojnë këto testime eksterne që mos ketë si gabime drejtshkrimore dhe mos tjetë jashtë materialit të cilat ne i kena marrë gjatë gjysmë vjetorit të parë. Fillimisht në testimin ekstern që ishin dhënë pyetjet këtu tani për momentin, nuk ishin të njëjta me disa pyetje që janë për përgatitjen e materialit edhe në shtëpi më herët. Domethënë nxënësit kanë hasur dhe shumë gabime që i kanë bërë këtu. Mirë po edhe si gjithherë ka pasur disa gabime. Pyetjet që i kemi përgatitur neve kanë qenë disa, 1, 3 apo 4 jashtë materialit. Edhe nxënësja tjetër Sadet Bafçari ka deklaruar se testimi ekstern përgjithsisht ishte i lehtë, megjithatë kishte edhe gabime drejtshkrimore. Testimi ekstern ishte i lehtë, nuk ishte shumë i rëndë, megjithëse kishte edhe pak gabime drejtshkrimore, po kishte gabime, besoj që kemi arritur suksesin. Në testimin ekstern janë përfshirë gjithsej 19.931 nxënës. Rezultatet preliminare të testimit do të shpallen me të shkurt, përderisa parashtrimi i ankesave do zgjas deri me 10 shkurt. Ambasadori amerikan në Tiranë ka bërë thirrje partive që të bëjnë transparente financat. Votuesve u ka kërkuar që të mos votojnë politikanë të kriminalizuar. Në Kosovë, Partia Demokratike ka caktuar një kundër kandidat formal për Hashim Thaçin në garën për president të vendit. Do flasim në vazhdim rreth zhvillimeve nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Përfaqësuesi i diplomacisë amerikane në Shqipëri u ka bërë thirrje partive shqiptare që të pranojnë auditim ndërkombëtar të financave të tyre. Ambasadori Donald Lu gjithashtu ka bërë thirrje votuesve shqiptar për të mos pranuar para për votën e tyre dhe për të mos votuar politikan me të kaluar kriminale. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu ka deklaruar sot se abuzimet zgjedhore janë një tradhti ndaj demokracisë shqiptare. Sipas tij, SBA mbështesin fuqishëm reformën dhe zbatimet e rekomandimeve të ODIHR-s për zgjedhjet. Duke folur në një konferencë në Tiranë të organizuar nga koalicioni vëzhguesve vendor, ambasadori Lu ka nxitur të gjithë partitë politike të pranojnë auditim ndërkombëtar të financave të partive politike dhe të fushatave të tyre, si dhe të bëjnë publike deklaratat e pasurive të të gjithë kandidatëve. Punonjësit shqiptar të qendrave të votimit me të cilët jam takuar ishin njerëz të zakonshëm, mësues, punonjës fabrike dhe fermer. Ndaj u netosa kur pash militantet e partive që kërkonin të minonin punën e këtyre vullnetarëve të ndershme në qendrat e votimit. Ambasadori Lu ka deklaruar se udhëheqësit e partive politike duhet të bëjnë më shumë për të larguar politikanët më të dyshuar kriminal. Ai u bëri apel votuesve shqiptar për të mos pranuar para për votën e tyre dhe për të mos votuar kriminal. Në mbledhjen e Partisë Demokratike të Kosovës që u mbajt sot është propozuar Rafet Rama si kundërkandidati Hashim Thaçit për president Kosovës. Ky është njëri prej vendimeve që ka dalë nga kjo mbledhje, por PDK-ja është kujdesur edhe për korumin që nevojitet atë ditë në sallën e Kuvendit të Kosovës. PDK-ja ka nxjerrë edhe një vendim tjetër përmes të cilit u kërkohet të gjithë deputetëve të kësaj partie që në seancën kur do të zgjidhet presidenti të qëndrojnë në sallë pavarësisht situatës që krijohet aty. Një nga seancat që Kuvendi pritet të ketë gjatë muajit të ardhshëm është edhe ajo e zgjedhjes së presidentit. Pikërisht kjo do të jetë seanca me cilën Kuvendi do ta fillojë këtë sesion pranveror. Kjo seancë ku lideri i PDK-s Hashim Thaçi do të votohet për president, do të mahet para datës 17 shkurt, kohë kur partitë e bllokut opozitar, Vetëvendosje AAK dhe Nisma, kanë caktuar protestën e radhës ku do të vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e qeverisë koalicionit PDK-LDK. Raportuesi i Këshillit të Evropës për Kosovën, parlamentari spanjoll Agustin Conde, në fillim të janarit ka publikuar raportin e tij për situatën në Kosovë. Përshkrimi që i bën Conde gjendjes në Kosovë është i zymt.
Ai deklaron se korrupsioni në Kosovë është endemik dhe i gjithanshëm dhe ka infektuar të gjitha fushat, qeverinë, biznesin dhe drejtsinë. Në indeksin e korrupsionit të Transparency International, Kosova zë vendin e 110 prej 175 vendeve apo territoreve të verifikuara. Sipas Konde, Kosova e ka nivelin e njëjtë korrupsioni si Shqipëria, por më të lartë se të gjitha vendet e tjera anëtare të Këshillit të Evropës. Kjo i bie se Kosova dhe Shqipëria janë më thellë të zhytura në moçalin e korrupsionit se ish republikat sovjetike si Moldavia, Azerbejxhani, Armenia dhe Ukraina. Përkundër përvetimeve të politikanëve të Kosovës se korrupsioni po luftohet dhe do të luftohet në Kosovë, shifrat flasin të kundërtën. Në takimin e ministrave të brendshëm dhe atyre të drejtësisë të Bashkimit Evropian, u pa qartë se angazhimi për të mos e lënë traktatin e Schengenit të dështoj ishte maksimal nga palët, por në fund triumfoi ideja e domosdoshmërisë për zgjatjen e kontrolleve kufitare me të paktën 2 vjet. Aktualisht masat përmbyllën e përkohshme të kufive mund të merren për një periudhë të kufizuar 6 mujore. Megjithatë, fluksi pa precedent i azilkërkuesve, ai që po i shtrëngon vendet anëtare të marrin masa të tilla në nivel kombëtar, nuk jep ende asnjë shenjë të kurrjeje. Për këtë arsye, anëtarët e bllokut e kanë ftuar Komisionin Evropian të përgatiste bazën ligjore dhe praktike për vazhdimin e kontrolleve të përkohshme kufitare të mbështetur në nenin 26 të kodit të Schengenit për kufit, deklaroi Klaas Dijkhoff, ministri holandez i emigracionit. Verifikimet e vendosura në kufi nga vende si Gjermania, Austria dhe disa të tjera, mbi bazën e tanishme të marrëveshjes, duhet të zgjasin deri në muajin maj. Opinioni në Suedi ka mbetur i shokuar pas vrasjes së një vajze të re që punonte në një qendër azilantësh e cila u therr me thik nga një 15 vjeçar që strehohej aty. Mediat e huaja raportojnë se Aleksandra Mezher u sulmua mëngjesin e të hënës me thik dhe qeti vdekjen në spital nga plagat e marra. Vajza 22 vjeçare është cilësuar si një ëngjëll nga familjarët dhe gjithë ata që e njihnin, të cilët kanë mbetur pa fjalë nga ajo që ndodhi. Vajza punonte prej disa muajsh aty. Policia ka thënë se gjeti armën e ftohtë me cilën adoleshenti e vrau, duke shtuar se shokët e tij e vunë poshtë atë për ta ndaluar. Gjashtë shkollat të mesme prestigjioze të Parisit janë evakuuar pasi që me anë të një telefonate është lajmëruar se në to janë të vendosura bomba, ka deklaruar policia franceze. Të gjitha këto shkolla sot në mes orës 10:20 dhe 11:20 kanë marrë thirrje të ngjashme nga persona anonim, thuhet në deklaratën e policisë transmeton AFP. Nxënësit e shkollave Charles Manguet, Fenelon, Montaigne, Condorcet, Henri IV dhe Louis Legrand, që gjendet në lagjet luksoze të kryeqytetit francez, janë transferuar në një vend më të sigurt derisa policia është duke kontrolluar ndërtesat e shkollave. Deri më tani është gjetur vetëm një lëndë e dyshimt, e cila mund të jetë vetëm një çantë e harruar në shkollë, thuhet nga policia. Ndryshe sot në Paris po protestojnë edhe taksistët të cilët kanë ndezur zjarr në autostradë, ndërsa policia ka reaguar me gaz lotësjellës. Së paku 23 persona, shumica prej tyre nga grupi kryengritës sirian Ahrar al-Sham, janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në qytetin Aleppo, ka njoftuar një grup monitorues. Grupi observatori sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër tha se 19 luftarë të këtij grupi islamik, përfshirë 4 komandantë dhe 4 civil, ishin vrarë dje në eksplodimin në lagjen Sukari. Me këtë sulm vetvrasës u godit një pikë kontrolli në hyrje të një kompleksi të sigurisë që i takonte grupit al-Sham. Disa persona që mbaheshin të burgosur aty mendohet se po ashtu janë vrarë nga eksplodimi, që i ka shkatruar 3 ndërtesa, ka njoftuar observatori. Është e paqartë se kush e ka kryer sulmin. Grupi al-Sham aktualisht është goditur nga një varg sulmesh. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se një komandant i al-Shamit dhe 11 antar familjes së tij, po ashtu ishin vrarë dje nga një sulm ajror i Rusisë, përfshirë edhe 3 fëmijë. Grupi al-Sham është antar udhëheqës i Aleancës Ushtria e Pushtimit, e cila e ka kontrollin në provincën Idlib së bashku me grupin Al-Nusra, ndërlidhur me Al-Qaeda. Këtu të ndëruar shikues, kemi përfunduar me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Neve na beti t'ju falenderojmë për momentin, ndërsa për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv. Nga unë, natën e mirë.